Mos jep që të lavdërojnë e as mos lavdëro që të japin. Ky ka qenë një deduksion, nga e madhja të nxjerrim diçka një përfundim vogël në bazë të parimit që e kam menduar këtë duke reflektuar mbi urtësinë që ka mos deklarimi i sadakas. Pra sadaka e më e mirë është ajo e cila është e fshehtë. Dhe duke reflektuar mbi të, subhanallahu mendova që shumë njerëz kur japin lëvdohen. Po. Lëvdohen për atë që japin. Dhe nëse kthehet në synim dhënia, pra sadakaja, kthehet në synim që ti të kënaqësh njerëzit, jo vetëm që s'ke shpërblim, po ke dënim, ndëshkim, sepse po e bën këtë vepër kaq fisnike për dikë tjetër, jo për hir të Allahut. Andaj mos jep që të lavdërohesh. Nga ana tjetër, mos lavdëro që të t'japin. Edhe kjo është problem. është problem. Është kultura e servilizmit shumë e madhe në kohën tonë, në kohën e materializmit. Në këtë kontekst, me lavdrim, edhe do t'japin dhe do përfitosh. Pra mos jep që të lavdërohesh, po as mos lavdëro që të t'japin, po ji me drejtën, ji me të vërtetë. Fundit Hoxh Hajrudin, atë që të ka shkruar Allahu, a e lavdove dikën, as e lavdove, Allahu do ta cakton atë. Padyshim, la shek e fi.